shpejti është Krishtlindja dhe shumë persona në anën banë botës e festojnë atë. Por pak janë ata që e dinë kuptimin e vërtet të Krishtlindjes. Kuptimi i vërtet i Krishtlindjes është sigurisht ardhja e Jezusit në tokë. Po pse erdhi ai? Ai erdhi për mua, erdhi për ty, erdhi për të na dhënë dritë, erdhi për të na dhënë shpresë. Dhe shumë herë, çdo vit kur festohet Krishtlindja, shpesh herë kuptimi i vërtet i Krishtlindjes lihet më njanë dhe gjithë fokusi vjen tek dritat, tek ushqimet e shijshme, apo tek festat e ndryshme që njerëzit krijojnë. Dhe këtë 25 dhjetor unë do të inkurajoja kur të marrësh në dorë godën për të bërë një gëzuar Krishtlindjet, ngris syt lart dhe falenderoje përzemërsisht Jezusin, duke i thënë faleminderit që ti erdhe, faleminderit që zgjodhe të më shpëtosh, faleminderit që bëre gjithë atë sakrificë për mua në kryq dhe uroj që Zoti t'ju bekoj edhe të keni sa më shumë bekime, miq.